Përshëndetje këtu nga Alpet Zvicrane. Siç ju kam premtuar edhe herën e kaluar që do të takojmë edhe një herë ta dy dilmoshat të cilët kanë marrë një rrugë shumë të gjatë dhe të vështirë, mund me thonë, vetëm ata që kanë provu mund me kuptu. Ka shumë arsye pse nuk është lehtë. Nuk arsyeja e para është sepse don shumë mund fizik, psiqik, malli familjes, edhe kjo ka të bëj. Pastaj janë edhe disa kushte financiare, elementare që duhet për një udhëtim të tillë. Kam taku Valonin edhe shpejtin këtu në Alpet Zvicrane në Andermatt. Valon, çu shkalu deri këtu? Mas pare, përshëndetje për juve personalisht dhe përshëndetje për këtë shqiptarët anë mbanë botës, në këtë rast shqiptarët që jetojnë në Zvicër. Faleminderit për mundësinë shumë televizionit tuaj, edhe dhe më thonë mirë kena kalu deri këto mirë shumë mirë o konë. Si që ceka të mërtë është një ecje pa zakont, realisht, ku i kena 3200 km ecje, tashmë i bjen plus minus që jemi në gjysë rrugës, ku kena fillu prej Malmës me 12 prill, i kemi bu afërsisht 1600, përmi 1600 km dhe më thonë ecje, deri shtu mirë u shku, ka pas sfida, ka pas vështërsi, ka pas, dhe më thonë, thojnë na shpesh gjitha ngjyrat, mirë, po takojnë e shqiptarë, mirë deri këtu, i kena dhe që kaq kilometra në vazhdim. Afërsisht mes 1600-1700 km, se dhe më thonë na e kena para po gjithsej 3200 km, po si duket, po na dalin pak ma tepër se që kena para po, puna dhe më thonë janë dë arsyes, një prej arsyes për shembull është magjistrale që po na bin me ecë pa shtigje komsorëve, po do të me thyj pak rrugën, kështu që do dalin dikon 3300-3400 km gjithsej. I kemi rreth 1700 km parafërsisht. Shpejt ti bën disa ditë në Zvicër. Si i kalut në Zvicër deri tash? Mirë kena kalu, dhe më thonë, i kena ro pak ma gatë në për Zvicër, për punë me po ka shqiptarë ma shumë, gjithë shka u konë deri që tash mirë ka posh vështërsi, dhe më ka pos më shumë të kuha në zetë që në ka marë, s'ke mujtë me jetë gjatë ditës. Kjo është e vërtit, është dhe më është molli për familje normal, edhe ka ona financiare, dhe më na me të tregu drejt na kem prit paka shumë me post një bashkëpunim me biznese që janë këtu, dhe më në reklam, në diçka, një sponsorizim, apo kuptan. Po deri tash s'kem pos, më fjolla, edhe është një kost të koqa e modhe, më veç para si më nisë, o një kost të le më gjatë rrugës. Ti paka shumë jenë rrjedha vetë, tash e ki pona ki për cilë. Po të shumë, na munol, se kina njët munol. Përgjithësia ju ka prit mirë diaspora, Po, kështu tash kur të folën nuk mjafton një prit vetëm me komente. absolut, normal. Po siç duket nuk është edhe siç mendojmë ne ose siç duket në kamerë që jeni të bollux, jeni në goxha në situata të vështira. Po që shëceke të më herët, dhe më thonë, sfida më e ronë, aja nuk shihet, nuk preket. Është familja, larg familjes, po kemi pas edhe sfida, dhe më thonë, psiqike edhe fizike, edhe është malli për familjen, e normal mërzita, me lodha, me gjitha këto hinë qatësimim, edhe për që ta dhe është sfid. Sa i përket përkrojes, na kemi cek gjithmonë që na jena dy individ thjesht, nuk kena përkroje, nuk e kena kërkon mrapa neve që as për financë, as për asnjë sen heqkur. Gjithë shka që ka ndodhë spontanisht, edhe që kjo është e bukra, po mëron me quni mesazh, dhe me thonë për që ta e kena vendosë me shpëtimin bashkë, për me rrugtu bashkë, me krejt shqiptarët, me quni mesazh të dikush, të shumë kush, dhe me thonë që se po na shikojnë gjitha gjeneratat, fëmijë, gra, burra, plesh, tri, dhe me thonë, edhe po mënon me bo sa ma spontanisht, na nuk kena plan, dhe me thonë asët vazhdojnë e ecin, nuk e dina ku kena me fjetë, qa ka me ndodhë. Po me thonë drejtën deri shtu mirë, është një armë ma e forte, kur jena të shqiptarët, që e përmenëm, jena falemderus gjithmonë, edhe pak për na doke me thonë falemderit, jenë dalë, na kanë taku, dhe me thonë tash më veç cifra ka kalun 1000 shqiptarë, edhe nuk është e vogël, na kanë përkronë gjitha aspektet, dhe me thonë moralisht, na kanë motivu,
edhe na kam pru me hongër, me pi, na kam bu konak, sigur në këtë rast Zoti Berisha që erdhë na mur aty, na punë në Bastan Biledin, edhe që mas shumë që na kalon për shtype që është shumë i thjesht, shumë tamam traditë shqiptare që ka zakone. Edhe pozitiv është. Edhe me të tënët e folëm edhe këtë pjesë për këto. Do të flasim me Berishin pak vetëm, kam disa pyetje që mu më interesojnë, ja bëhet direkt ju për shkak se kështu në marrë një rrugë tillë ose një projekt kërkon goxha shumë edhe financa, edhe mbështetje, qysh keni guxoft munis. Po, adin qysh. Tash ju për shembull ti ke ndërprej punën, je i pa punë. Po. Shpejta është për shembull i pa punë, domethënë, ne dim se kërkush nuk të mund ti në pushim 3-4 muaj, domethënë çdo sheft mirë do të hej. Qysh keni arrit? Keni marrë pushim pa pagesë apo keni firmë t'juve, apo qysh keni arrit të bëni këtë projekt? Se është projekt që kushton. Jo, qëre, na domethënë gjithmonë jemi shumë të sinqert në gjitha aspektet. Na e kena kena pas një buxhet, atë me thonë kështu që popullor që me hongër pa shtetë edhe me shku në Kosovë. Apo kupton, do të thonë që kjo është realiteti, se na mund me thonë i kena milionet e kudijone. Ka ndodhur që na kanë taku njerëz për ne, kanë menuar që na e kena dikon mbrapa që na financon me rrugtim, është, do të thonë realiteti është që na kena pas një buxhet për me flajt në shator, edhe me hongër çoban që është shpëthimi, pa ligjona, pa shteta çdo sene, edhe me shku. Për që ata po thëmë, Peceku, na kanë prish shqiptarë, dhe me thonë, na prish që minis nuk kanë ndodhë 4 ditë, ma shumë se 4 ditë me flejtë shatar pa na marrë dikush në konak. Ajo është një ndihmë shumë e madhe për neve, dhe me thonë, jena pastru, na kanë pastru teshat e kështë, se për këtë financë, nuk kena financa shumë, nuk kena mbështetjet madhe, shumë pak, dhe me thonë, edhe se në bas komentave ju veç disa që pi lexojnë ose pi shohin live ju veç si me ka milionera burrat. Mirë që po shihem që ashtë, na se di tash atë ndikush domethënë varta që marrin njerëzit sen, dikush në sen shumë të vogël e merr shumë të madhe dhe bën që të pamundën. Po të e falëndruj Zotin që na jena çaq pozitiv në jetë në përgjithësi, edhe kena karakter moral, kemi taku gjithçka. Mase po na nxjerr fjalët me dona për rasta, për shembull, ka rast që kemi taku për shembull, për shembull një djalë të ri që domethënë një vjet i kish në Gjermani që kish ish ardhur, edhe dul na mor kolicën mas pore, karrocën që po bojna mas vete, që kena pajisë shatorën e këto ato gjonat. Edhe mas mramti, domethënë nuk më edhe me veç po një pika të shkurta se është shumë na ka prek për në zemër. Domethënë një vjet i kishte në Gjermani, nuk kishte thjesht për veti. Edhe i ka majicat e trupit na i ka dhonë, edhe jakën me qerapat edhe gjithçka edhe në fund, Peceku edhe kështu 50 euro na ka dhonë që nuk e domethënë u konë shumë emocionale. Por ka raste që na kanë ardhur me xhipa, me ku diun, adim që ke thonë që pa çfarë po bëhet, nuk na kanë çuar me telefon, na kanë lënë në lloj që thojnë ana. Ka asnjë raste, po pelena me sikas. Raste më izolume. Du me cek edhe një sens edhe, domethënë po komentues se na jena live në TikTok gjithmonë kur të ecëm. Edhe kanë shkuar për shembull, jo keni bëu milionera ose çfarë po dinë, sa i përket fitimit në TikTok, ja vlen me cek në këtë rast se na lojna nuk bujna. Na domethënë le din krejt kush na përcjell, na jena po donë mojt diçka shumë pastër, nuk lejojna banalitet, lojna nuk bujna, domethënë se thjesht jo që s'kena nevojë për përkrojet projektet, gjithmonë janë mirësorë që dojnë me na përkro, po na shtada kena me dek une edhe nuk kena me leju që ato sene, nuk kena me marrë që ato sene. So i përket fitimit TikTok, këta mos t'i përmene me emna, që shojnë që ka banitet, sa marrë ta për një natë, ju garantoj që deri në Kosovë na kena me shku dhe që atë përfitim nuk kena me pas. Dhe me thonë, na thjesht për me thjeshtësu këtë sen, me arrit me pagu internetin që na për hargjojna, që ato është fitimi TikTokut, që kjo është realiteti. Po për ata dhe dosha më këthi pak në realitet, si ndryshë po shijen, unë isha i kom përcil në disa raste në komente, dhe ndaj thash, hej, pritë, se nuk është bashkë që shpo menoj njerëzit, se jenë dojsa vërgjësina, me 10 kilometra në kushton, se lejë më deri në Kosovë. Sa i përket shqiptarëve në Zvicër, që ta që ka ndalë me në taku, dëmoni falenderojmë gjithë që e ndalë kanë post të shë në momente, bilen zërre, kanë shkru zdi e ki po shkrime, mirë se vini,
Po. Që të detaje në konë shumë për neve shumë emocionuese. Apo na tregon pak për jetën tonë private. Për shembull në Kosovë ti çu jeton? Kush je ti? A mund të më tregu pak a shumë? Po, unë jam, domthonë, jetoj në Klinë. Lindë rritën në Klinë. Jo, jemi lindën e rritën në Qepel, një fshat. E tash jetoj në Klinë, domethënë. I kam 2 djem. Njëri është në klasë 2 i madhe, i dyti i ka 3 vjet. Edhe Me çka merren në çfarë profesioni keni në Kosovë? unë jam domthonë fushën e sigurisë, domthonë jam i licencum po e Ministrisë Punëve të Brendshme. Punoj si sigurim në Kosovë. Edhe ti ke marrë pushim pa pagesë apo? Papagesë ku marr pushimin edhe të shohim tash ku shkojna. Ju kanë mbledh goxha shumë të borxh aty. Me vërshpia. Po normal se ja qeroja janë tash edhe në Kosovë bon sikur jashtë do të më pagu gjithë me qeroja me këtu po veç inshallah kryjm këtë projekt mirë. Njerë jemi s'po di. Nuk e keni prit bash, nuk është bash ju keni prit. Na diçysh është nëse po presim me bë pore për këtë projekt. Na veç në mbështetje të projektit. Domthon Na mund me arrit destinacionin. nëse dolëm domthon veç me dol domthon deri në Kosovë 0-0 është domthon mjafton. Se pas përkraje kështu për sponsorë ose firma ka thonë, okay, unë do të sponsoroj për çka. Ja, e ceka në fillim domethon nëse s'kem pas domthon për asnjë firmës. Asnjë biznes. Edhe nuk kena prit shumë me na dhon dikush vëllopore, po shkoj bashkëpunim, se na kemi shikueshmëri shumë të madhe te. Interesin dyanshëm. Po na i kemi dikon ofër 15 milion shikime në video. Deri tash kemi live e ke po vetë sa kemi live. Na kemi prit domthon me na sponsorizu dikush, më ja kthy edhe na me të mirë. Me të mirë domthon bashkëpunim, jo më na dhon dikush kështu, po të shohim tash mos. Volante mund të më thon pak për jetën tonë. Po. Që sa vjetin në Suedi? Po unë, domethënë jam lindë, jam rrit Mitrovic, në Suedi në 2004, domethënë më ka importu gruaja. Edhe atje jetoj, veproj, punoj. I kam 4 fëmijë, një jetë normale, një jetë thjesht. Gjithmonë me menja mu kthy në Kosovë, inshallah. Sa më shpejt, jone, po edhe shumë tjerë kthejmë, se po me dikush me mas një kohë, adin adaptohet edhe po se di unë për vetës kam të lashe pak. Në qoftë se rrezikohet projekti për shkak të anës financiare, sikur s'ki përkrah, s'ki mentor përkrah, çysh mendon? Mendoni se do ta ndërprejnë apo se tash e keni probleme me ndërprerje, çysh mu kthy? Jo, domethënë me ndërprej projektin, inshallah e kemi shnetën, se çysh do të lojnë shqiptarët? Çysh do koft, unë i myti nuk e hupe kur, jemi pozitiv e ceka marrë në përgjithësi edhe nuk, domethënë na më dorëzu heq, edhe shqiptarët gjithmonë, se bile për qëtë pjesë na jemi të njoftëm, edhe dëneja jonë është zemërgjënsia, kështu që nuk dyshojnë në atë pjesë që nuk na përkrahen, edhe normal se na fundit unë e ceka na jo që kemi mundësit ku me diqfarë, po me që ato mundësit që i kemi, që ashtu zhak që shtoj popull dhe kena mollë shumë 4 kohëm, kena me hecë dhe s'kena munol. Dhe më thonë munol heq, normal, sa ndima ma e madhe është ma letë edhe për neve. Ajo pjesë nuk diskutohet. Faleminderit për ftesën, po edhe për mikpitin këtë në kënaqën tonë. A mund të çysh çka të bën ty, çysh i takove këta djem? S'pari mirë se erdhe, faleminderit për kohën që gjete. Faleminderit dhe juve. Unë këta djemë të i përcjeli në rrite sociale. Me edhe i parë që afrun kënej ka vendi ku banoj. Edhe i shkrova privat. Njërë i shkrova në TikTok. Ma që lokacionin që vit t'ju takoj. Edhe mora boston ftoft, se puna shqiptarët e uje. Edhe i thash priti me sluri bëj aty që në makinë për malë ku më cilë aty. Dhe më pretën aty shku, më taku. Djem të hareshëm, po dhe të lodhën. Edhe, tha shku flani, tha në shëtar. Shëtar son të ja. Pas shqiptar këtu? Po, dhe se plus vendasin nga klinë edhe ku më dul një i klinës. Klinë ka vëgja shumë në Zvicër, po më që ditë, pëse ka që pak ka ndorë? Që ditë edhe une, aty se ka biznismenat ma i Zvicra, po kur i pash gjendin e tyne,
për zotin, me të dhejmë pak. Vive pak keq. Unë jeva kes si... Se nuk është bashkë ashtu që duhet, edhe pse këta munduan e tregojnë atë pozitivitetin e tyre, po prapë se prapë Shefe, vrede. TikTok, isha shef në TikTok, ishku këtë ndryshe me realitetin. Unë ku mënu që i përkrajnë, i ku më pa njerë që dalin. Okej, unë i përshëndes dhe ata që del një piku jep. Po të pakten një përkrajë sa do të vogël. Veç këta që mësë tekin keq edhe mësë shkojnë në minus. Se si e pash këta me teri atje qështa dhe Si projekt, shpeta. atë ka po përshtypje, diçka Si projekti është, ai që e din me vlerësu, kjo është projekt madhur, se këta nuk e bojnë veç hajtë për veti, dhe që kanë pas qep, i bo këtë këtë udhëtim. Po çdo shtet, këta të regojnë nga vinë, kush janë? Mbrom ishim darkë edhe i njëftë të full prej Suedije. Ca të rija aty. Sa është prezentoj edhe ju të regoj çfarë aksioni kanë marrë, çfarë maratona, domethënë, Suedez të morën vesh në Zvicër, prej Suedije morën vesh në Zvicër, ka shkuën çfarë destinacioni ka. Edhe për zotën, zoti Shreja sonte më shku. Sot dje është e dillet, ditë pushimi, jenë dyqanet në mbyll, dhe pra ta nesër thash ti qes, që e kanë dëshirë diçka. Pajise me çka e mungon, zot kurse asgjë. tash jeton dhe vepron këtu me Zvicër. Zvicër. Që so ku jeni në Zvicër? Për mi 30 vite, edhe nasi atër vitet dhe në 10 kur ekëm. Edhe këtu ishim punëtor kraj, po me një kohë fillova biznesin. Të është problemi si shumica harrojnë edhe prej kajt kanë ardhë. Kur harron ti vendin prej kajt kjo ardhë. Atër nuk mundesh me qenë edhe biznesmen i suksesshëm. Po unë se harroj kur vendin tem, edhe di mundin edhe tyne, edhe di që aku me hek edhe unë në atë kohën time për me kalu kufit, për me dalë qëtu ku jam. Unë i thash, shumica lodhen me kërë për Kosovë, në ullës disa pa uza i bëjnë me makinë, ose në mojnë hotelin, pa hinë në Sloveni, thojnë në lodhë. Këta dojnë pak për kraje, dojnë pak motivacion me jodhon. Se dhe këta e kanë një cilë, destinacionin kumë. E kështu në përgjithësi që është atë qitë projekti nga ona jote, më është me spiku pak. Ky projekt kjo është i mirë, se edhe rinia do të mi pa. Se çdo shqiptar që deli pret e sheh se traditën do të më vazhdu. Populli i Kosovës ka tradita, bukdhënës. Po inshallah, po thëmë, me mojnë gjeneratat edhe të tjera që vinë, po me sa shoh, që shi pash, pak solidarë, kështu, në këta qunat. Në kishin të jetu në luks, që me nukën, a? Që po duken? Jo për zotë. Që shi shoh komentet e TikTokit, e thredet sociale, e jo në rregull. Porosia, a kina i porosia për diçka, për të dy djemët këtu, po edhe për shqiptarët në përgjithësi? Për shqiptarët, përgjithësi, kisha thonë, ata që kanë mundësimin ndihmu këta, pak a shumë, me çka të mundën, që ata që i kanë mundësi. Se ka, sikur e cekin një rast balonit ati qunin në Gjermani, me një vetë në Gjermani, dhe më thonë, ato parët bukë si ka do, 100%, 50%. E kemë popull të Kosovës të biznismena që kanë mundësi. Në skursejnë, përse nuk fikem për kanë 1.000 franksh, 2.000 franksh, kur. Po dhe, me bërë diçka, Po, për zotë. patriotizm nuk është veç edhe për luft. Këta veç i përshëndes dhe ishtë thëmë mësunalni, vazhdojnë. Po, si të kanë diçka problem rrugës për zotën, atje më kanë apet. Unë falenderoj shumë për gatishmërinë tonë edhe për sinqeritetin tonë, se biznismena sinqert nuk është lehtë me taku në Ticudit. Mu merr mirë, faleminderit edhe për mikpyetjen tonë, këtu në konakun tonë. Ishe mirë se ardhën. Faleminderit për kohën që gjete, që ti merresh edhe në intervju këta dy burra, se këta edhe nesër këtu. Pa tjetër dojna me shfrytëzu në rastin, me falenderu shumë për zemrës, mas pari, që në ka bo përshtypje me shpëtimin e Pata Mohabet, dhe me thonë për sa përket Zotit Berisha, që aq i thjesht, edhe që kjo qëto ja deshta më shumë, edhe që shfrytëcejko edhe kjo më herët që nuk e ka harru mas pari kush u konë, se njëre kur të harron jetë kërkun heq,
Kështu që më mi thonë një faleminderit me të madh dhe kështu faleminderit shumë për mikpritjen, për traditat edhe për këtë që edhe bashkë për veç tjerave na kënaq mohabet edhe kena një dallave që do fjalë që për në mëna kish pas marrë madhe me një e bash adin i thjesht zemërgjon, pozitiv, të në të mija, dhe me thonë, pak me folë diçka më shumë veç e prishëm, kështu që faleminderit për zemra shumë për mikpritjen, edhe për gjithë shka që jetë bu për neve, edhe mënyrë ekonomike, dhe me thonë, shëpërmen edhe vetë nga ka premtu, dhe me thonë tash nesër, këmë shku mëna ble atletet, edhe mëna përkroa me një shumë simbolike që falenderojna shumë. Shumë faleminderit e Zoti shoh tash problem. Faleminderit. Unë që vete më herët për thjeshtësinë e tina, qysh është, na jem një komunës. Domethënë, kështu personalisht na taku hera por dje. 03 no? 03 dy tina kështu me fshotra jena ofër, po s'na ka rënë rosti mu taku kur. Po në një familjen e tina. Edhe që kjo ko të bëj se është familja aty, është familje me zonë. Domethënë komunët Klinës edhe Ndugazhin. Edhe që kjo pak dordha që thuin pik në dordh. Edhe për shta është ky që është. Kështu që faleminderit shumë, respekt pa fund. 02, Arkitin ai kanë Unë këto e kam doj, po kjo se dem. Se unë doj t'i kam Ndugazhin, po s'kom dosh mi kallëzua. Wow, një parë kultura vizhe, që se edhe nas Pas e doj edhe mu. Po dhe? Ja, mirë. Shqiptarina, pavarësisht kohë qysh tek, se për një ma na kanë prit, na kanë dojnë, na kanë taku për gjitha trojeve shqiptare, edhe nuk s'munëm me... Mos mundëm me hu që 02 akoma mas po këtë në Zvicër. Në Zvicër po, në Zvicër nuk e nash taj një dy kom taku. Duket veç në tejna i sajtë. Pak po vjen noti, po tash më bu, realitet, s'ka sinqeritet. Po kthejmë pak në bisedën pak para përfundimit, po kthejmë pak në bisedën pak më të hershme. Ta tregojnë diçka në ngjarje, diçka më që na shtimë keq për fund. Ngjarje në natën e kon shatar, edhe kemi fjetë dhe me thonë tent në qadër, edhe në gjysë note, po më thirë kë sigurimi jam. Së unë me sigurim... A nduket për që ta pas ke marrë të me veti? Unë me sigurim jam rrugtaj. Po, Edhe tha, velen tha qutha se diçka, edhe për një me u konë diçka shumë e çuditshme. E lësheke një farë klitre, dhe më thonë dikon 3 natës, sa u konë. E kështë shumë qenin, se kjo reagon, dhe më thonë për seni ma të vogël kjo reagon qenin, po tash edhe qeni u që dit kje, me neve, na me qenin edhe gjithë shka ishtë që di. Se unë ikeni diçka, dhe më thonë, si mas shatorit që të, për në sekundë unë ike shumë largë. E tash neve na intereseke qka, asë nishëm të fluturu, as të livrit, po veç zhurma, dhe më thonë që e klitra, nuk e dina mbut qau u konë, edhe tash u buë shoh, dhe më thonë, e atë klithër veç pëtime edhe në që shbëjke. Unë menua edhe mos e dhejnë, po 3 kilometra me shku për një sekundë largë, edhe su nishin hopë edhe qani veç këshërke, edhe kjo që ditë ke, edhe kjo dhe keme ditë, mu më intereseke me po që është, që kjo është këtë sinë, se kjo ja futi gjëmë dikur, unë më nesha me zbulu që është. Edhe po shpesh për në ndodhë, po në me peqen anis, dhe me thonë, mos me thonë gjithë herë veç shumicën e rastën kur flajmë shatar, ja ka me dojnë nëj diçka që s'po dina çka është, ja ka me dojnë një shot me bërtit, ja një knus ka me knu para sa bojt e dhe në gjysë ditës, diçka ka me ndodhë, neve mos më lërë me flajnë. Para 3 netë e gjetëm një vend ofër licinit këtu. Edhe na u dok shumë vend i mirë. Ku ja ka nisë me në gjest. Menua që është dikush me pager të... Sash po ne po vje për na kopë shëturën, po vëllojnë. A i shkon një separacion këtë anije që vinë me morë zollë. Ja qaj, ta Zvicran po që ishin herë të një ditë që flajtëm në camping. Në ka orë Zvicranin 5 mëngjesit me kustë borit ma prejki shëturë, tha që Bilarsini ma ka bu fëtën, ma ka ndrejsh. Tha finish, okej, shkoja peter, dhe krytet vetën, ta se di allo. Ja, mirë, dhe më thonë është për një më është një eksperiencë që jo çdo kush edhe jo gjithmonë e përjeton. Është gjithë shka për një më ja vlen, ja ka vlet gjithë. Shumë mirë, apet, po thonë, jena optimista, vlo, dhe mirë po shkon, mirë shumë, dhe veç e kemi shnetën. S'ka, sa ma pozitiv dhe të me kone edhe e kam një mesazh, mos rrini me negativa, veç me pozitiva. Ndo që me konë pozitiv, dhe të me nejtë me njerës pozitiva. A u shështu? Nëse rrinë me negativ, që rrinë me dikon që të quash me në gjes të bën sen s'ka,
ta prish ditën domethënë. Ti të menaj pozitiv me menu pozitiv, edhe që kjo është. Berish, te ki diçka më shumë për tonë? Unë veç këty në djemve ju uroj shëndet, edhe mos u nalni, italian thojnë forca. Faleminderit. Forca. Faleminderit. Faleminderit shumë. Valon ti diçka për tonë? Jam krenar që jam shqiptar. Bashkë për një me se edhe ju kësha thonë kretve se ka shumë, unë vetë jam gërbet, edhe në më nëmë ka njerë dishysh në vjen marrë me kalëzu kush jena, mos në vjen marrë, gjdo njoni prej neve jena ambasador. Një të mirë me bo, thojnë shqiptari, nuk thot valonin, nuk thot shpëtimi, qashtë edhe një të keqe, me bo në shtarë diçka në Zvicër, nuk kanë me thonë shpëtimi valonin, po kanë me thonë shqiptari, kështë që me pas kujdes, qka po bojna, me loni përshtypje, me loni pozitivitet, me boni të mirë, dhe me thonë, mirë mos më me bo, bile keq mos me bo, edhe do të më konë krenar çdo njoni për neve, mos me arru kush jena konë edhe kush jena. Faleminderit shpejt. Na çdo herë kur kem taku domthon të hujt, sa një porë që konë i kena vallëzu që jena shqiptar edhe çka jena të bo. Edhe o konë shumë, reagimi tyre shumë o konë interesant që e kanë pritë shumë mirë të hujt. Kem dosh më të regu gjithmonë që na shqiptarët bojna sanet më doja, sanet mirë, në bilena në Danimarkë më duke, nda tha dikush një danez, tha është, po tha në shkollë do pe Danimarkës, tha në Kinë, na menum që kom, tha me autostop, thash jena me autostop na shqiptarët, thash për një ditë shkojna në Kosovë, thash se vi që thëm një shqiptar, ta më qënë në Kosovë, thash na merr me një herë në qënë, thash se kena të losha të punë. Kështu që na që shta valu në na çdo shqiptar është ambasador i vendit vet. Po lojmë gjurëm, për në me. Faleminderit shumë. Me knasi kishëm vazhdu ma gjatë, po si që peshin edhe ju minutat dhe tash videot e gjata, intervistat e gjata së për në këqyrë kush. Shumë faleminderit edhe teje që na ke përcjell edhe na ke dhënë një përkrahje morale shumë të madhe. Falenderojmë shumë. Se cili në atë mundësi të veta. Për shembull, faleminderit. mundësi tjera të s'kam përveç kësaj kamerës dhe këtij mikrofonit. Çdo shqiptari më jep kraje vullnet për çdo të mirë, për çdo çka që kam prezantuar më të mirën që kemi në shqiptarët. Edhe pse kanë herë nuk përkim çfarë, disa gjëra pak më të këqija, po jo është pjesë e jonë ajo. Ja, po ka njerë për dikën dhe me thonë është shumë pak, po mund me konë që shtojnë një fjallë goje, mund me vlejë sa krejt bota. Kështë që për një me faleminderit për teje, se na ke përkra emocionalisht edhe psiqikisht edhe na ke dhonë një motiv shtesë, kështë që edhe njerë faleminderit edhe juve, edhe krejt shqiptarëve që na përcjellin, na takojnë, edhe ata që s'na takojnë, se jo krejt na kanë pa, dhe me thonë, jo krejt kanë rrjete sociale, si dështë të jetë, i falenderojna shumë e i urojna gjitha të mirat. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira, unë të munduam të jem sa më afër bashkëdhëtarëve me çdo aspekt. Kështu që ku ka shqiptar, kam qef edhe me konë atë. Kështu që unë po e përmbylli, ju dëshiroj juve rrugë të mbarë, shpresoj të kaloni mirë rrugës, mos keni pengesa financiare, po edhe nga ana fizike, që është kryesore, tjerat çka do që të vjen. Faleminderit shumë, faleminderit zotëri Berisha për mikpritje, ishte knaqësi.